Kurnani. E nderuara kryetare e Kuvendit dhe një herëse ushtruese e detyrës presidentes, zonja Albulina Haxhiu, të nderuar deputet të Kuvendit, kolegë nga qeveria, sot janë mbushur 4 muaj nga zgjedhjet e fundit në Kosovë, pra jo 4 vjet, 4 muaj. Dhe ja ku jemi në një seancë e cila bojkotohet nga opozita. Vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve duan sërish zgjedhje. Ata janë të vetëdijshëm që zgjedhjet nuk janë zgjidhje, ata nuk duan përgjegjësi, nuk duan pushtet, por dëshirojnë që këtë të mos e kemi as ne. Veç se për këtë nuk vendosin ata, vendos populli i Kosovës, i cili gjithnjë më shumë na ka mbështetur neve në përputhje me realizimin e zotimeve tona dhe me përmirësimin e situatës së tij, edhe në aspektin socioekonomik, edhe në atë të sigurisë. Pra pas një qeverisje 5 vjeçare, është rritur mbështetja për neve. Është vështirë të gjendet ndokun tjetër një qeveri e cila ka kaluar në për kriza të shumë fishta, prej pandemisë COVID-19, pastaj të kriza e inflacionit dhe energjisë, mandej edhe tek sulmet e vazhdueshme të Serbisë, e ka dalë fitimtare në të gjitha rrafshet e në fund ka marrë mbështetje edhe më të madhe popullore. Dhe çdo herë kështu do të jetë. Ne do të jemi pranë popullit për ta, duke i shërbyer me devotshmëri, me krejt çfarë dime mundemi, me profesionalizëm, me integritet dhe mbështetja për neve vetëm sa do të rritet. Por demokracia don edhe institucione. Nuk don vetëm vullnet të qytetarëve, nuk don vetëm mbështetje për politikan e partitë caktuara. Dhe këtu është sjellja jo shtetërore e anti-institucionale e opozitës aktuale. Ata nuk mund ta zhbëjnë vullnetin e popullit, por ata nuk e respektojnë atë dhe përpiqen që të mos marrë formë institucionale ky vullnet. Në vitin e kaluar ishte pengesa për të zgjedhur kryetaria e Kuvendit dhe më pas qeveria, e me qenë se pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit nuk e ndaluan dot këtë gjë, tash janë kapur te çështja e zgjedhjes së presidentit. Ne kemi qenë jashtëzakonisht gjeneroz në ofertat tona. Lidhjes Demokratike të Kosovës i kemi ofruar zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës ta zëm, për kreun e tyre, i cili ka prafërsisht gjysmën e votave të kryetarës Kuvendit, të gruas më të votuar. Dhe plus 3 ministri tjera. Gjithsej pra zëvendës kryeministri dhe 4 ministri, pa pasur nevojë fare kjo qeveri për ta. Ky është gjenerozitet. Sepse nuk kemi kërkuar vot për Glau Konjufcën ose për Fatmire Mulhaxha Kolçakun, por kemi kërkuar vetëm vot. Ta respektojnë vetveten, duke kryer obligimin kushtetues si deputet përfaqësues të popullit që janë. Pra i kemi marrë në qeveri me zotim të qartë nga subjekti jonë, pavarësisht se nuk na nevojiten, vetëm që ata ta kryejnë obligimin e tyre kushtetues dhe ta respektojnë vetveten e tyre. Dhe unë kam qenë i gatshëm. Vetëm 2 shkronja të kryetarit të LDK-s kanë mjaftuar, po, dhe do të bëhej më njëherë. Madje edhe në një situatë kur sërish nuk e dinim a do të mund ta zgjedhim presidentin. Për shkak se edhe bashkë me LDK-n jemi në prag të këtij numrit prej 80 deputetëve. 79, 80, 81, që e bën shumë të vështirë
garancin për të zgjedhur presidentin. Vazhdimisht na thuaj që nuk mund t'i keni të 3 pozitat. Pra, nuk është çështja që ta marrin zëvendës kryeministrin e 4 ministri. Çështja është që nuk dëshironin që lëvizja vetëvendosje, paçka se i ka fituar zgjedhjet me 51.1%, t'i ketë të 3 pozitat e larta shtetërore. Edhe kësaj ja kemi gjetur zgjidhjen. Edhe ky jo problem, edhe kjo vështirësi në sytë e tyre e pati ilaçin tek ne. Tham po e bëjmë rokadën. Nën kryetari juaj ose kryetari juaj le të bëhet kryetar kuvendi e Albulena Haxhiu bëhet nën kryetari kuvendi. Than nuk e pranojmë, sepse ju e deshkeni presidentin me çdo kusht. Pra kur mendonim që ne nuk do të afrojmë asnjërin prej 3 pozitave kryesore, kërkonin që të mos i kemi 3 pozitat kryesore, e kur ne hoqëm dorë që të kemi të 3 pozitat kryesore, atëherë thanë, jo, po ju nuk bën ta keni presidenti. Njësoj edhe PDK-ja. I ofruam rokadën midis nënkryetares aktuale, Qitaku, ose kryetari i tyre, Hamza, të bëhet kryetar kuvendi, e Albulena të bëhet nënkryetare, e refuzuan. Nuk e pranuan as këtë gjë. Ndërkohë që refuzonin në takimet, paçka se neve na patën thënë që kur të vijë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese do të mund takohemi, pasi që pritej aktgjykimi i gjykatës kushtetuese lidhur me dekretin presidencial, i cili ishte një orvatje për ta shpërndar në mënyrë jo kushtetuese kuvendin e Republikës, përkatësisht legjislaturën e 10. Nuk pranuan as rokad për brenda kryesisë kuvendit, nuk pranuan as poste qeveritare, sepse realisht nuk kishin kërkesa për vete. Kishin inat për neve. Kishin mlef ndaj neve. Por këto nuk janë probleme që unë mund t'i shëroj. Atë që sa ka dhënë populli, s'ua japim dot ne. Ndërkohë që në fakt nuk kërkonin asgjë. Kërkonin që neve popullit mos na jap atë që tashmë kishte ndodhur. Mbështetja masive, fitoria rekord për neve. Dhe sot që jemi këtu, janë 9 parti politike të pranishme. 4 parti politike i keni jashtë. PDK, LDK, AK edhe Lista Sërbe. A na jemi 9 parti politike këtu. Na jemi shumica e kuvendit. Ata po dëshirojnë të shantazhojnë si pakisë që janë. Të kërcënojnë. Janë 4 parti politike. Të cilat, siç e tha dhe Ministri i Financave, të gjithë vinë këtu kur duhet të pengohet qytetari. Të pengohet qytetari që të ketë president Republikës, ose të pengohet qytetari që të ketë 200 milion euro në pakun e përballjes me inflacionin 2.0 përkatësisht në rishikimin e buxhetit 2026. Mbushen këto ulse kur duhet të pengohet qytetari, me votë aktive. Dhe kur duhet të pengohet qytetari që të ketë president, zbrazën këto ulse. Çka po kërkon opozita realisht, të dashur deputet? Opozita po do të kështu. Ose populli le të na hiq krejt prej kuvendit, ose duhet me na dasht me zor. Veç këto 2 mundësi janë. Se ata janë thellësisht pakënaqur me numrin e deputetëve që kanë. Praktikisht LDK-ja po thot, i kam 15 deputet, po s'u vijnë kurrë. PDK-ja po thot, i kam 22 deputet, po s'po vijnë kurrë. Se tash ju pedeni, 22 plus 15 bëjnë 37, e na 57. E na 66. Këtë s'po mund ta kapërdin mendërisht. Dhe çfarë po i thonë qytetarëve? Po shkojmë prapë në zgjedhje, sepse ose na nxjerrni pi kuvendit, pra prej politikës komplet, ose duhet me na dasht me zor. Kjo është zgjedhja që do të ketë para vetës populli i Kosovës së shpejti. Por ky bllokim që shohim ne sonte, që e tha dhe kryetarja, nuk është i ri. Është bllokimi i vitit kaluar. Këto janë subjekte të së kaluarës.
janë subjektet zanatit vjetër, subjektet të mplakura, lodhura e dërmuara, të cilët po përpiqen që karakterin e tyre ta bartin edhe në popull, duke i pamundsuar funksionimin demokratik të institucioneve. Dhe ajo çfarë qartazi i ka brengosur më së shumti, është fakti që kur na u tha që ne e dashkemi presidentin gjithsesi për vete, Glau Kënjufca, Fatmire Mulhoxha Kolçaku u tërhoqën. Dhe erdhi Feride Rushiti dhe Hatigje Hoxha. Dhe u organizua votimi. Dhe Feride Rushiti 63 vota. Pra, Republika e Kosovës praktikisht e ka president. Ajo çfarë s'ka, nuk e ka konstruktivitetin elementar të opozitës për këtë gjë. 63 vota, Kosova ka president. Feride Rushiti është e gatshme dhe gatishmëria e saj është nder për Republikën e Kosovës dhe për neve si përfaqësues, si politikan, si deputet e si qeveri. Unë e falenderoj doktoreshën Feride Rushiti që si lidere e shoqërisë civile ka pranuar të kandidohet. Dhe unë ju falenderoj gjithë juve për mbështetjen që ja keni dhënë dhe 63 vota që tregojnë se Kosova mund të ketë presidentin të re. Por, të nderuar deputet, Kosova për të pasur presidentin të re duhet të ketë opozitë të re. Opozita është e vjetër. Kjo opozit mundet me sjellë në ftyrë të re, por zanatin e karakterin e ka të vjetër. Prandaj edhe janë në rëmje të lirë. Janë duke rënë vazhdimisht në për ciklet elektorale. Sa ma shumë që mohën zgjedhje, aq ma poshtë po shkojnë. Dhe asnjë mësim nuk po e nxjerrin. Për besë do të ishin qesharak, sikur të mos ishin të gjorë. Kjo të ishte një komedi e bukur, sikur mos të ishte gjithë ky mjerim politik. Po edhe mjerimi politik në fund nuk është ndonjë e zezë e pakapërsyeshme. Ajo çfarë e bën të pafalshme, e rrjedhimisht pakapërsyeshme, janë ato dhjetra miliona euro që i humb Kosova për shkak se duhet të organizojë zgjedhje të panevojshme dhe për shkak se si bën dot reformat dhe nuk merr mbështetjen financiare nga bashkësia ndërkombëtare, për cilën kemi aq shumë nevojë e që besa edhe të drejtë dhe e meritojnë. Ky është problemi që e kemi me destruktivitetin e opozitës. Sepse çështjet e imazhit e të shijes edhe te i kalohen. Edhe të qeshurat e mjerimet ka përcehen. Mirë po, koha e humbur dhe parat e shkuara dëm janë të pakthyeshme. Prandaj qytetarët e Republikës do ta kenë shumë parasysh këtë situatë në të cilën ka deputet totalisht papërgjegjshëm për popullin e Kosovës dhe Republikën tonë. Ne aktualisht kemi më shumë pushtet se sa sonte ta kishim edhe formalisht Feride Rushitin presidentit Republikës. Unë jam kryeministri i Republikës, Albulena Agjiu është kryetare e Kuvendit, Albulena Agjiu është ushtruese e detyrës presidentes, pra të 3 pozitat ne i kemi. Ata thonë se kjo është e papranueshme për ta, në ndërkohë që ata na kanë vulos neve në të 3 pozitat. Me zgjedhjen e Feride Rushitit, presidentit Republikës, vetëvendosja ka më pak pushtet, jo më shumë pushtet. Sepse liderja e shoqërisë civile bëhet presidente, të cilën, siç e dini ju, e kanë lavdruar shumë herë shumë deputet të opozitës, e në veçanti
Hikmet e Bajrami e Vlora Qitaku. E kanë lavdruar Feridë Rushitin dhe tash kërkojnë madje që ajo ta bëjë edhe tërheqjen e kandidaturës për presidente. Merrni me mend iracionaliteti, pa logjikshmëria e tyre, sa poshtë ka rënë dhe sa e pa shpresë është. Ne kërkuam prej tyre paraprakisht që të na i sjellin 3 kandidat, PDK e LDK, që së bashku mund ta sjellin realisht veç një kandidat. Por le t'i sjellin 3, ku ata propozojnë e na mbështesin. U refuzua. Prej refuzimit të kandidatëve konsenzual e deri tek kandidatja Feride Rushiti, ne propozojmë, ata refuzojnë. Dhe krejt në fund, unë bisedova edhe me profesoreshën Hatigje Hoxha, nga e cila kërkova një përpjekje të fundit që ajo të tërhiqet nga kandidatura dhe ju të nderuar deputet të mund të jepni votat në nënshkrimet përkatësisht, e mandej edhe votat, por 2 kandidat që do t'i kemi, ku njëri nuk do t'ishte më Hatigje Hoxha, po bashkë me Feride Rushitin do t'ishte një kandidat i LDK-s. Ju e dini që ata e kanë 15 deputet, 15 vota, 15 nënshkrime në rastin më të mirë, dhe këtyre do të mund t'ja bashkangjetshim edhe aq sa i nevojitën, për shembull 15, dhe nuk do të kishte sërish asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje, veçse nga shoqëria civile dhe nga LDK-ja. Ju e pat që kryetari i tyre as nuk denjoj t'jap përgjigje. Njësoj siç nuk më shpërgjigjur as kur i kam shkruar mbrëm. Është një lloj mbyllje. Është një lloj vetmjaftueshmërie të çuditshme, e cila veç shërbim publik nuk është. Dhe tash ndodhemi në këtë pikë, në të cilën natyrisht ne s'kemi se çfarë bëjmë më shumë. I kemi provuar që të gjitha. Nuk mund të gjeni një subjekt politik më gjeneroz se sa subjekti ynë, vetëvendosja me partnerët e saj, Guxo dhe Alternativa, dhe me partitë respektuara të pakicave, me të cilët bashkë e krijojmë mazhorancën prej 66 deputetëve. Ne këto oferta i kemi bërë së pari në takime, në komunikime e më pastaj edhe publik. Gjithçka dihet, por ajo që më së shumti është kuptuar është se nuk ka vuajtur opozita kosovare nga ofertat e mazhorancës, po përkundrazi nga mungesa e vullnetit saj për çfarë do bashkëpunimi për të mirën e përgjithshme dhe për funksionimin e institucioneve. Më lejoni që në fund unë t'ju falenderoj të gjithë juve, sepse qëndrueshmëria juaj, përgjegjësia juaj ka dëshmuar se ju jeni tamam siç e keni funksionin, deputet të Republikës së Kosovës. Me keqardhje nuk mund them për ata tjerët një gjë të ngjajshme, por shpresoj e besoj që votuesit e tyre këtë mungesë të tyre do ta shndërrojnë në një mungesë të përhershme, ashtu që ata të mos kenë më nevojë të bojkotojnë, sepse nuk do të munden as të vinë këtu e ta keq përdorin ulsen duke e lënë atë të zbrazët në vend se të jetë zëri i qytetarëve që kanë sakrifikuar shumë, që punojnë ndershëm dhe kontribuojnë aq shumë për Republikën e Kosovës si buxhet, si zhvillim ekonomik e si përparim i gjithëmbarshëm shoqëror. Edhe një herë faleminderit të gjithëve.
Po përpiqem mos me mbajt ma shumë se 1 minutë, sepse na çojnë në gjykatë kushtetuese. Me ndispresi nesër veprimin e parë, nëse jo sonte me na dërguar në gjykatë kushtetuese, dashur deputet shumë nderuar e dashur qytetarë të Republikës Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë, stafi i Kuvendit të Republikës Kosovës, kjo seancë shënon fundin e këtij procesi dhe fundin e kësaj legislature, fatkeqësisht, sipas gjykimit gjykatës kushtetuese, Kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. Mirupafshim e natën e mirë.